Është çelur sot zyrtarisht sezoni turistik 2025 në Bregdetin e Darzezës. Aktiviteti i titulluar Festa e Valve ka mbledhur 10 pjesëmarrës, të cilët kanë ndjekur koncertin e larmishëm artistik me kërcime këngë valle. Darzeza është një nga plazhet më të preferuar të ime. Është ka një erë të përkryer, gjithjot e shëndetshme dhe uroj që ky sezon të jetë shumë herë më i bukur se sa vitet e tjera. Çfarë bën të veçantë Darzezën? E bën është një plazh që është, si të thuash, për mendimin tim, është erëra, deti me ujin e pastër dhe njerëzit janë shumë mikpritshëm. Ndryshon se njerëzit aty ku han aty i lënë. Kaq. Patjetër, po se besoj të ndërgjegjësohen. Se këtu ku është privati, normal që i mbajnë pastër. Në vende që kanë që është publike, aty ku han aty i lënë i thash njerë dhe kaq. Ne të dishë Darzezë ka çmime të lira? Ja vlen për çmimet po. Ka dhe çmime të lira, nuk e di. Se unë lërim vete, po flas që... Kryebashkiaku Armando Subashi ka pohuar në prononcimin e tij për mediat se kjo perl e pashfrytëzuar e Adriatikut këtë sezon veror prej 2 fishim të turistëve, ndërsa ka theksuar se hapi më i rëndësishëm është hartimi i masterplanit për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, i cili parashikon ndërtimet e hoteleve e bizneseve bashkëkohore në zonë. Unë besoj që ky sezon do të jetë në vazhdën e gjithë këtyre viteve të fundit, ku çdo vit më shumë numri turistëve është shtuar dhe besoj që edhe në pjesën e Bregdetit tonë të Bashkisë Fierit, qoftë në Darzezë, qoftë në Sema, numri i pjesëmarrësve do të jetë më i madh se sa vitet e shkuara. Ne kemi thënë që ky është një Bregdet ku le të themi vizitorët apo turistët janë ditor, pra këtu nuk ka hotele dhe këtu nuk bëhet fjalë që të vinë të rinë me ditë të tëra, por realisht edhe nga ajo që ka pam vjet apo par vjet, numri atyre që vinë në mëngjes dhe ikin në mbrëmje nga ky plazh është gjithmonë më i madh. Ky është një nga ato pak Bregdete që kanë mbetur në Shqipëri, që është akoma i virgjër, i ka shpëtuar le të themi gjithë atyre historisë së ndërtimeve me kriter, pa kriter që janë bërë në pjesë të tjera të Bregdetit. Dhe kjo është arsyeja që ne kemi filluar në bashkëpunim edhe me qeverinë, hartimin e masterplanit për gjithë të zonë bregdetare dhe besoj shumë shpejt do të kemi një dokument të plot dhe serioz ku do bëjmë çfarë. Kjo padyshim do të nxjisë edhe investitorët, edhe investimet në këtë zonë, por edhe çdo gjë do të ndërtohet në vendin e vet. Subashi ka pohuar gjithashtu se sipërfaqja e madhe e rërës do të shfrytëzohet 40% si hapësirë publike dhe pjesa tjetër për privatët, ndërkohë që vijojnë investimet për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe projektit madhor të ujësjellësit, për të siguruar furnizim të pandërprer me ujë, një shërbim i munguar ndër vite. Janë 61 operator turistik sezonal që do të operojnë përgjatë vijës bregdetare Darzezë Seman këtë verë.